Pavarësisht se vitet kalojnë, qyteti bregdetar i Vlorës vijon të mbetet pa një terminal të autobusëve interurban. Të gjithë qytetarët të cilët kërkojnë të udhëtojnë drejt Tiranës, Sarandës, Beratit, i duhet që siç tregojnë edhe vetë, të presin në të ftohtë, shi apo edhe në mesin e diellit, pa patur një vend se ku të ulen, apo edhe një stre se ku mund të qëndrojnë, derisa autobusi të mund të udhëtojë drejt destinacioneve përkatëse. Qytetarët e Vlorës, përdoruesit e këtij shërbimi, tregojnë se janë të detyruar që çdo ditë të ulen në kafenet aty pranë për të mos qëndruar në këmbë për minuta me radhë deri në nisjen e autobusit. Ata thonë se një terminal është i nevojshëm shumë për Vlorën, duke parë edhe zhvillimin e qytetit. Këta autobus sipas tyre përdoren edhe nga turistët, duke e lënë një imazh të keq edhe në sytë e tyre. Gjithashtu, qytetarët tregojnë se autobusët e parkuar në mesin e rrugës, të cilët marrin dhe zbresin qytetar, janë kthyer sot në pengesë kryesore të trafikut rrugor. Po duhet këtë, si duhet këtë. Pse? Ma thuaj pse duhet? Po njerëzit shohin trotuareve. Rinë në shi në djellë. Duhet këtë një terminal të mirë. Është e rëndësishme për qytetin? Po si s'është? Gjithë ky qytet që edhe më i bukur në Shqipëri, është gjuna. Si duhet këtë? Ata i ka të frymën qytetit tu. Po bëjnë ka vite edhe asë njëri se qa kokën fare. Çfarë është e nevojshme? Çfarë përmirëson terminali nëse po? Po terminali një mridhen në këta fugonat lihen në një vend. Është përndan, taksit brenda ato punojnë atje. Zona e trafikut. Po trafiku, ato bllokojnë trafikun tërë, jam mbledhur tërë tu kështu. I ka zëfryjë qytetit. Ndërsa nga ana tjetër qytetarët presin në diell. Në diell, në shi, si diell, aty rrin. Çfarë? Po te terminali atje do rrin atje. Duhet të ndryshojë kjo situatë, duhet të investuar. Po si duhet të investuar lëgjë? Po duhet të ketë, qyteti i madh dhe ka lëvizje. Çfarë përmirëson për juve, domethënë që Po transportin publik, jep më mundësi për të qarkulluar më lehtë. po prisni për shumë për t'ikur në Tiranë, prisni çfarë do lloj kushtesh mod. Po në çfarë do lloj kushtesh, po në shinë e erë të detyruar. Është e vështirë kjo gjë. Po është e vështirë si s'është. Po biletat janë. Po mirë, nuk është se po përballohet. Patjetër. Pse është i nevojshëm? Argumento pak. Po pse të mos jetë i nevojshëm? Çfarë përmirëson për qytetarët? Po edhe buxheti? Pse Buxhetin e... Sepse po të ketë terminal autobusësh, do ketë shumë autobuse dhe do ketë konkurrencë. Krahas mungesës së një terminali nga ana e infrastrukturës, në terminalin e autobusëve mungon edhe orientimi për të gjithë pasagerët. Nuk ka një tabel informuese për linjat e transportit urban që janë aty, si dhe oraret e tyre të nisjes apo edhe të mbritjes.